ai ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm. Ish dosh ndoshta me hub herën e parë pa balotazh zgjedhjet me presionin e madh çfarë ka bëu, po ai ka rezistuar dhe sigurisht që gjithë ekipa e Partisë Demokratike të Kosovës po i ka rezistuar edhe qytetari. Po herën e dytë, siç e thash edhe më herët, nuk ka qenë mundur me rezistu, ndoshta kësaj. Edhe pse bëni koalicione, po ato koalicione nuk kishin funksionuar. Ti presionin për shkak se ishte mundësia e vëmendjes më e madhe në një komunë caktuar, çuçi kina po 3-4 herë në ditë që ka shku Albin Kurti me eskortat e policisë në Mitrovic, po pavarësisht asaj edhe në çështje domicik që përmendit çështja e rezistimit civil, besoj që e kanë ngritur shumica e qytetarëve, pa dallim partie këtu, po fajtor këtu prapë mbetet kush është në qeverisje. Edhe në qeverisje dim që është vetëvendosja. A ka bë mirë apo keq, po tregohet edhe një unik që për mendimin tim është gabim, po nuk është shem kur do qoftë ministri. Po marrësh asoj. A do të thotë për përgjegjësi do të marrë ai që edhe besoj që nuk ishte vetëm domethënë uniko, ka pas domethënë edhe në Prishtinë, ka pas edhe në Skënderaj, ka pas edhe në Fushë Kosovë, shumë vende tjera që ndoshta nuk ka pas rastin një qytetar me ma thonë mu drejt për drejt ja kanë thonë të tjerëve që realisht është realisht edhe një gabim i madh i demokracisë, sepse nuk ka drejt për mendimin tim me shku dikush me votu një komunë që nuk e ndjen veten se është qytetar dhe aktiv i çatij vendi.